Kiara Tito për 2023-shin. Nuk e kisha menduar se brenda një viti të dashurohesha, të martohesha dhe të njihja njeriu në jetës. Kiara Tito ka bërë një reagim në rrjetet sociale duke e kujtuar të mirat që i solli 2023-shi. Ish banorja Big Brother VIP Albania 2 e përkufizoi si një vit sfidues me ndryshime të mëdha në jetë dhe plot emocione. Ajo u shpreh lumtur duke thënë se nuk e kishte menduar që për një vit të martohej, dashuroj dhe gjithashtu të ngelte shtatzan. Ja dhe postimi i Kiarës. Viti që po lëm pas, për mua ka qenë viti më sfidues, por që më solli ndryshimet më të mëdha në jetë. Ka qenë një lumë emocionesh. Nuk e kisha menduar kur që brenda një viti të dashurohesha, të martohesha, të njihja njeriu në jetës dhe babain e fëmijës tim dhe të ndihesha vajza më e plotësuar në botë, njësoj siç e kisha imagjinuar në ëndra. Ja që ëndrat bëhen realitet dhe ka një dritë atje lart për çdo që fantazon dhe beson. Ky vit të jetë viti jot, kështu që kur mos i humb shpresat. Sot ishte gjithashtu fundi një sezoni të suksesshëm në radio televizion me Dance with the Stars Fan Club, një eksperiencë unike që do ta mbaj mend gjatë. Shihemi shumë shpejt me projekte të reja. Ju dua, gëzuar 2024-ën, shkruan Kiara Tito.